Përshëndetje dhe mirë se erdhët në edicionin e lajmeve 21 minuta. Veteranët e luftës së ushtrisë qërimtare të Kosovës protestuan në kundër vizitës së kryetares së dhomave të specializuara Ekaterina Trëndafilova në Prishtinë. Një grup veteranësh së bashku me udhëheqësit e OVL të UÇK-s u mblodhën para hotelit ku ishte paralajmëruar një konferencë e Trëndafilovës. Në një reagim të përbashkët, organizatat e Dala nga lufta thanë paraprakisht se vizita e kryetares së dhomave të specializuara është e papranueshme dhe përbën fyrje për qytetarët e Kosovës. Ata deklaruan se vizita e saj në Prishtinë nuk ka të bëjë me drejtësinë dhe transparencën, duke theksuar se gjykata ka një qasje arrogante dhe nuk i shërben drejtësisë. Pas protestës së veteranëve, dhomat e specializuara kanë anuluar konferencën e paralajmëruar për media për shkaqe sigurie. Ndjekim një deklaratë nën kryetarit të OVL të UÇK-s Fatmir Sopi. Shprehim këto shqetësime dhe kërkesa legjitime në një narrativa e njanshme e dhomave të specializuara për Kosovën, qasja selektive ndaj UÇK-s dhe anashkalimi i krimeve të kryera nga forcat serbe në Kosovë është e padrejtë dhe e papranueshme. Kjo dëmton drejtësinë dhe paqen afatgjatë në rajon. Përdorimi politik i drejtësisë në ndë. Përndjekja e shkrerëve të ushtrisë qërimtare të Kosovës, shumë prej të cilëve kanë mbajtur edhe postet e larta shtetërore, duket si i motivuar politikisht dhe rrezikon vetë themelet e shtetit Kosovës. Nën 3. Qasje shpërfillëse dhe e njanshme e zonjës Trëndafilova. Paraqitjet e saj publike kanë treguar mungesë respekti për realitetin e luftës çlirimtare dhe për vuajtjet e popullatës shqiptare. Shpesh ka shpërfillur zërat e viktimave, veteranëve dhe qytetarëve të Kosovës. Ka dështuar për herë të 15 seanca për konstituimin e kuvendit. Lëvizja vetëvendosja as kësaj radhe nuk i kishte votat e nevojshme për krijimin e komisionit për votim të fshehtë. Mund të vazhdojmë me seancën konstitutive. Para se të procedojmë. Me 1 minutë heshtje ka filluar seanca e 15 për konstituimin e kuvendit në nderim të 44 vjetorit të rënjes Tahir dhe Nebih Mehes, por deputetët e listës serbe nuk u ngritën në këmbë në nderim të tyre. Andaj juftoj që ta dy dëshmorët të ndarojmë me 1 minutë heshtje. Me pas, kryesuesi i seancës Avni Dehari kërkoi nga subjektet politike të deklarohen për krijimin e komisionit për votim të fshehtë. Andaj, ftoj PDK-n që të përpozoj një deputet për antar të komisionit. Ftoj LDK-n të propozoj një deputet për antar të komisionit. Ftoj listën sërbe, po ashtu të propozoj një antar të komisionit. Ftoj AK-n Nisma të propozoj një antar të komisionit për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Tentimi i Deharit u kundërshtua sërish nga subjektet politike të cilat e kanë quajtur shkelje kushtetuese skenarin e vetëvendosjes. Lus deputetët që me ngritje dore të deklarohen për komisionin zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Kush është për? Kush është kundër? Kush është kundër? Kush abstenon? 56 deputet kanë votuar për, 1 deputet ka votuar kundër, nuk kemi asnjë abstenim, nuk kemi korum. Seanca e radhës për konstituimin e kuvendit mbahet pas 48 orësh. Ju faleminderit.
Kryetarja e Partisë Alternativa, Mimoza Kusari Lila, deklaroi se lideri i lëvizjes Vetëvendosja Albin Kurti pritet të përgjigjet pozitivisht ftesës së presidentës Vjosa Osmani për takimin e paralajmëruar të enjtën. Edhe kryetari PDK-s Memli Krasniqi ka shprehur shpresën se ky takim me presidentën do të ndihmojë në tejkalimin e krizës aktuale politike. Edhe partitë e tjera politike kanë bërë thirrje për zgjidhjen e situatës bllokuese dhe gjetjen e një konsensusi për të ecur përpara. Ministri Kurti, kryetari i lëvizjes Vetëvendosje, ka marrë ftesën dhe besoj se përgjigjja është pozitive për pjesëmarrje në takim. Nënkuptohet që takimi ka të bëjë me konstituimin e kuvendit, për arsye se nuk mundet që zyrja e presidentes të përdoret, siç nuk është përdorur për marrëveshje politike, ato bëhen mes të grupeve politike ose partive politike. Por do diskutohet ky proces këtu që po dështon, me mungesë pjesëmarrje në votim të një numri të konsiderueshëm të deputetëve dhe natyrisht për hapat tutje. Formatin e takimit e ka caktuar presidentja dhe në atë format besoj që ka ftuar drejtuesit e partive politike që janë të përfaqësuara në Kuvendin e Republikës së Kosovës apo koalicionet në grup siç janë listuar pranë Komisionit Qendror Zgjedhor me pjesëmarrje në zgjedhje. Prandaj ai format është i përcaktuar nga zyra e presidentës dhe në atë format merr pjesë edhe kryeministri Kurti, kryetari i lëvizjes Vetëvendosje si përfaqësuesi deputetëve dhe natyrisht i listës së përbashkët me cilën kemi garuar. Ky insistim i zotit Kurti për zonën Haxhiu është vërtet i pakuptim dhe është si duket vetëm pasiguria e tij në faktin tashmë të njohur e të ditur e të dëshmuar që nuk i ka numrat për shumicën parlamentare. Unë megjithatë si kryetari PDK-s do të vazhdoj të insistoj për një çështje zhbllokuese. Ne kemi dhënë propozimet tona jo vetëm për ndërrimin e kandidatit, kemi propozuar edhe shkuarjen para për qeverinë e partive të opozitës dhe më vjen mirë që edhe presidentja Osmani Sadriu ka pranuar propozimin tonë si PDK për thirrur një takim të gjitha partive politike, për çka shpresoj se gjithë të përgjigjen pozitivisht për të shkuar dhe për të shprehë jo vetëm opinionet tona, por për të pasur një diskutim i cili shpresoj të rezultojë me një rrugë përpara si rrugdalje nga kriza. Situata politike në Kosovë nuk ka një alternativë tjetër për dalë prej kësaj situate, për arsyen e thjeshtë që as lëvizja Vetëvendosje dhe koalicioni i tyre nuk i kanë votat dhe ne kemi pranuar me sinqeritet që as partitë deri-djeshme opozitare nuk i kanë numrat. Kështu që për të ecur për të para, për të pasur një vullnet, për ta zhbllokuar situatën, kjo është alternativat e cilën ne kemi vendosur mbi tavolinë. Shpresojmë që partitë politike të jenë prezente në takimin e ftuar nga presidentja dhe nëse janë kundër propozimit tonë, atëherë po besoj që janë ata të cilët duhet lëvizim. Është çështje tërësisht politike, është gjykuar kjo çështje. Dhe kjo mënyrë, unë besoj është me ikë përgjithësi se partitë politike dhe me kërkuar të kushtetet me zgjidhje problemet e tyre. Ne jemi të zgjedhur nga populli, nga qytetarët e Kosovës me votë, do të ketë guxim politik. Çdo vendim politik ka kosto politike. Dhe do të lanë anësh kalkulimet ditore momentale elektorale ku ta diun. Dhe të ulem edhe të bëhet hapi i guximshëm. Kosova dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi për ndërveprueshmëri dhe siguri në komunikim. Marrëveshja u nënshkrua të martën nëpërmjet komandantit të Forcës së Sigurisë Kosovës Bashkem Jashari dhe generalit amerikan John Philip, ku tha se kjo marrëveshje është një rëndësie të veçantë që mundson shkëmbimin e informacioneve të sigurta. Gjithashtu, marrëveshja përfshin edhe shkëmbimin e informacioneve kriptografike dhe përdorimin e teknologjisë avancuar të mbrojtjes nga FSK-ja. Jashari dhe Philips diskutuan faktet e për rreziqet nga sulmet kibernetike dhe rëndësinë e thellimit të bashkëpunimit në fushën e sigurisë së informacionit dhe komunikimit. Marrëdhëniet e FSK-s me aleatët e saj strategjik janë të rëndësishme në fuqizimin dhe zhvillimin e saj në një linjë me këtë, komanda e forcave ajro amerikane për Evropë do të vazhdojë të luajë një rol kyç në ngritjen e kapaciteteve të mbrojtjes, thuhet në njoftimin e FSK-s. Kosova ka mbetur jashtë agjendës së Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës në Ministrinë e Punëve të Jashtme, thonë se Kosovës po i bëhet padrejtësi pasi ka përmbushur gjitha kushtet për të antarësuar në këtë këshill.
Ndërkaq analistët politik theksojnë se Kosova mbeti jashtë kësaj agjende sepse nuk ka koordinim me aleatët ndërkombëtar. Një vit pas premtimeve se Kosova mund të antarësohet në Këshillin e Evropës, realisht Kosova nuk arriti të jetë as pjesë e Komitetit të Ministrave në këtë këshill, pavarësisht premtimeve se kushtet janë pjekur. Sfidat vazhdojnë të mbesin të njëjtat, tek themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe. Mospërfshirjen e Kosovës në agjendën e Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës që mbahet sot dhe nesër në Luksemburg, e ka konfirmuar edhe zëvendësministri në detyri punëve të jashtme Krishnik Ahmeti, duke e quajtur këtë si një padrejtësi që po i bëhet Kosovës. Megjithse të gjitha standardet janë përmbushur dhe secili kriter është plotësuar, antarësimi i Republikës së Kosovës nuk është përfshirë në agjendën e ministerialit të Këshillit të Evropës, i cili mbahet sot dhe nesër në Luksemburg. Analisti politik Bekim Selishta vlerëson se Kosova po mbetet edhe më tej jashtë Këshillit të Evropës, edhe për shkak të mos formimit të institucioneve të reja të Kosovës. Ne mund me diskutu që në përmbush kushtet, po ne po harrojmë që deri tash ne kemi qenë në sanksionet e Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian edhe Këshilli i Evropës janë dy institucione që funksionojnë mes veti. Njëra pa tjetër nuk shpojnë, kështu që ne jemi në sanksionet të Bashkimit Evropian nëse nuk kanë harruar. Sistemi politik evropian ndikon shumë prej probleme në branshme politike, ose sistemi të branshme politike, ose stabilitetit në branshme politike ndikon shumë edhe në këtë pjesën. Edhe analisti tjetër politik Shkodran Regja i tha se Kosova mund të kthehet në binarët e proceseve integruese vetëm nëse koordinohet me faktorin ndërkombëtar. Kemi krijuar situatat pa favorshme për vendin tonë, sikur nuk kanë mjaftuar të njëjtat që i kemi pas, mirë po kemi krijuar diçka të tillë. Po besoj që rruga e vetme është komunikimi dhe bashkërindimi të gjithë aktivitetet me faktorin ndërkombëtar dhe me miqtan, sepse mos harrojmë diçka tjetër, na mundemi me diskutu për çështje teknike dhe procedurale, sa do të jemi pjesë e agjendës, sa do e kalojmë fazën e votimit dhe se jo për antarësim në këto institucione të Bashkimit Evropian, mirë po mos harrojmë që e gjithë kjo çështje është politike, nuk është çështje teknike, nuk është çështje procedurale. Mosdërgimi për interpretim në gjykatën kushtetuese i draft statutit të Asociacionit të Komunave me shumicë serbe, të hartuar nga Bashkimi Evropian, ishte arsyeja që la Kosovën jashtë agjendës së mbledhjes së Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës më 17 maj 2024, duket se ky do të jetë edhe më tej kriter nëse Kosova dëshiron të bëjë hapin e radhës për antarësim në këtë këshill. Autoritetet e Kosovës kanë mbyllur sot ujësjellsin Ibar në Mitrovicën e Veriut, një kompani që funksiononte në kuadër të sistemit paralel serb. Për këtë veprim reagoi lista serbe, e cila i dërgoi letër të hapur komunitetit ndërkombëtar në Kosovë. Ministrja në detyre e ekonomisë Artane Rizvanolli tha se mbyllja e kompanisë paralele të ujësjellësit Ibar në Mitrovicë të Veriut u bë me kërkesë të njësisë për monitorimin e ndërmarrjeve publike të digasterit qeveritar që ajo drejton. Sipas saj, ky veprim është një hap konkret që i shërben sundimit të ligjit. Sot është mbyllur kompania paralele e ujësjellësit Ibar në Mitrovicën e Veriut me kërkesë të njësisë për monitorimin e ndërmarrjeve publike të Ministrisë së Ekonomisë. Ky është një hap konkret që i shërben sundimit të ligjit dhe funksionalizimit të shërbimeve publike nga institucionet e shtetit tonë. Në përputhje me marrëveshjen e nënshkruar në janar të këtij viti mes KRU Mitrovicës dhe Komunës së Mitrovicës së Veriut, shërbimet e rregullta e më cilësore për qytetarët e Komunës së Mitrovicës së Veriut do të ofrohen nga KRU Mitrovica, me standardet më të larta dhe në përputhje të plotë me ligjet tona. Ndaj këtij veprimi ka reaguar lista serbe, partia kryesore e serbëve në Kosovë, duke u drejtuar komunitetit ndërkombëtar në Kosovë me një letër të hapur. Ky akt përfaqëson një tjetër në vargun e veprimeve të njëanshme dhe provokuese, të cilat në vend se të kontribuojnë në stabilizimin e situatës, thellojnë tensionet dhe shkaktojnë frikë të justifikuar tek popullata. Qytetarët janë me të drejtë të shqetësuar për sigurinë dhe furnizimin e rregullt me ujë, veçanërisht të institucioneve shëndetësore dhe konvikteve studentore. Nëse veprimet të tilla vazhdojnë, ekziston rreziku real për pasoja serioze, humanitare dhe shëndetësore.
Qeveria e Kosovës është zotuar se nuk do të lejoj funksionimin e institucioneve paralele serbe dhe nga viti 2024 janë mbyllur organet komunale të përkohshme, qendrat për punë sociale, Posta e Serbisë, Banka Kursimore Postare, Fondi i Sigurimit Pensional, Shërbimi Kombëtar i Punësimit dhe institucione të tjera. Në Shqipëri po vazhdon procesi numërimit të votave në disa bashki ku nuk ka përfunduar akoma. Nga rezultatet e deri tanishme, Partia Socialiste udhëheq në rang kombëtar me 82 mandate, teksa Partia Demokratike numëron 52 të tilla. Mandatet e tjera ndahen mes 4 partive të tjera, ku forcë e tretë deri tani është Partia Social-Demokrate me 3 mandate. Partia Mundësia ka siguruar 1 mandat, po ashtu edhe Lëvizja Bashk, si dhe Nisma Shqipëria Bëhet, deri tani e kanë nga 1 mandat të siguruar. Aleanca për shqiptarët del nga qeveria, Partia e Arben Taravarit vendos të shkojnë në opozit, ata thanë se po kthehen të populli, kurse nga Vlen thonë se ai po kthehet te lista e zezë, duke aluduar në BDI-n, për cilën së fundmi kanë akuzuar Taravarin se ka bashkëpunuar me Ahmetin. Pasi braktisi Vlenin, Arben Taravari po largohet edhe nga qeveria. Aleanca për shqiptarët ende pa imbushur 1 vit në pushtet, vendosi të shkojnë në opozit. Këtë e vendosën mbrëmjen e së hënës pas mbledhjes së kryesisë qendrore. Sollën vendim që Aleanca për shqiptarët të shkon në opozit. Aleanca për shqiptarët krenarisht tregon se vitin e kaluar sbashku me partitë e Vlenit arritëm që ta sjellim ndryshimin apo rotacionin politik të shqiptarët, po ky ndryshim fatkeqësisht konstatimi ynë është se nuk është ai ndryshim që e premtuan, po vetëm një zaventësim. Ka koalicioni Vlen, pjesës e cilës ishte edhe ASH-ja në pushtet, thonë se ai doli në kundërshtim me veten. Nënkryetari i Lëvizjes Besa Blerim Sejdiu tha se ai ka pasur hisën më të madhe në koalicion. Ti je ministër i një qeverie që sot e kundërshton vetveten. Domethënë ke ardhur në qeveri për të kundërshtuar vetveten dhe kjo vërtet është një fenomen dhe një talent i rrallë. Se për të ardhur në qeveri ta kundërshtosh vetveten është një talent i rrallë. Dhe ti duhet të jesh i përmbajtur edhe kur thua se nuk është ajo që është pritur, për arsye se në takimet tona të Vlen ka kërkuar më shumë se gjithë hisën politike. Ndërkaq kreu i LD-s Izet Mexhiti i drejtohet Taravarit si shgënjimi i aktivistëve dhe të gjithë shqiptarëve. Mexhiti u bëri thirrje kuadrove dhe elektoratit të ASH-s që të kalojnë tek partia e sapo formuar Vlen. Ti nuk e solle ndryshimin, ti e pengove ndryshimin. Ti nuk po kthehesh tek populli, ti po kthehesh tek lista e zezë. Ti nuk po e braktis qeverin, ti e tradhtove qeverin. Ti nuk e përfaqëson frymën antarësisë së ASH-s, ti e mashtrove antarësinë e ASH-s. Ti nuk je heroi kësaj historie, ti e dëshpërimi çdo shqiptari. ASH vendimin për ta braktisur qeverinë e mori një ditë pasi kryeministri Mickovski deklaroi se këtë javë do të pi kafen e fundit me Taravarin. Ndryshe partnerët e koalicionit qeverisës i dolën kundër Taravarit, që në momentin kur ai pranoi se kanë kanale komunikimi me BDI-n. Kaq për këtë edicion lajmesh, miropafshim në edicionet e tjera.